Pavarësisht zjarrit në banesat sociale të komunitetit rom para pak ditësh në lagjin Skënderbeg të Shkodrës, deri më sot nuk ka pasur ndërhyrje të dukshme për përmirësimin e kushteve. Kjo vjet re që në afërsi të godinës ku mbeturinat janë të shpërndara gjithandej, mjedisi paraqitet i pasistemuar dhe i pamirëmbajtur, duke lënë përshtypjen se çdo kush mund të veprojë si të dojë pa pasur frikë nga ndonjë përgjegjësi, ndërkohë edhe vetë banorët duken të përshtatur me këtë situatë dhe nuk reagojnë më ndaj saj. Kam folë edhe të bashkisë për plenat, i kanë heqë po prapë sliqe bëjnë më vllai. Nuk marrin vesh, i kanë pastru gjithë ato herë, po prapë aty i hedhin. Por që jam keq, vetëm për shtrumin e shtëpisë, asnjë gjë tjetër nuk jam keq. Më ka mbështetur edhe Bashkia e Shkodrës. Banesat e djegura janë ende në gjendje gërmadhe, ndërsa shërbimi social pranë Bashkisë Shkodër ka evidentuar situatën dhe ka strehuar përkohësisht 3 familje që mbeten pas 3. Por nisur nga ajo që ndodhi para pak ditësh me zjarrin në këtë qendër, është momenti për të nxjerrë mësime dhe për të parandaluar ngjarje të tjera tragjike, gjë që deri tani nuk duhet të jetë reflektuar. Në veçanti, shërbimi social i Bashkisë Shkodër mban përgjegjësi për të ndërhyrë me masa konkrete, duke nisur nga pastrimi i territorit, sistemimi i materialeve përreth, si dhe normalizimi i kushteve të jetesës për 27 familje që banojnë në këtë qendër.